Fjali i përdorur nga Rogerti konsiderohet i papërshtatshëm, ofendues dhe në kundërshtim të plot me parimet e respektit të mbijetimit. Di në fund, se e ndritë sonte. Ju rikujton se çdo formë thyerje, presioni psikologjik apo sjellje denigruese është rreptësisht e ndaluar dhe bie ndesh me rregulloren që secili prej jush ka firmosur në hyrje të shtëpisë. Për këtë arsye, vllai Madh ka vendosur që Rogerti të shkojë në televotim të përhershëm. Po pse çun, pse na bën të na shpëtoj shurra na inati, kot pa lidhje tash. Qa prisni ju e vllabam? Se ju thoni dhuna, po më dhun psikologjike që i bëri ai çuni, ky Rogerti Malit, nuk është se po bëj këtu patriotin edhe, o vlla, është situatë shumë e shpifur që mendoj që nuk duhet të ketë hapësirë fare të ri aty. Por pse na shkatroni më vlla? Se po e bëni formatin për nere, se s'po e shikoni ju Ledion, nuk po e shikoni ju aty. E shikojmë nere, po jepni për nere tashëri. E mbani akoma vazhdojnë të mbani dhe e këput një të them që qëndrimi Rogertit aty do të japi zjarra sa i shpije. Qa zjarri do më vlla? Qa? Se e the bukur ti, fjala vret më shumë se plumbi. Ai jo plum kishe, po ballcuk, me ato që tha, ballcuk. Poç tanku kishe kundrejt Malit. Dreqje e hëngër. Ose e di qa mund tjetë, tash i duke quar këtë në nominim të përhershëm, mund tjetë dhe kjo, ta heqi barrën a vete, për shembull vllai Madh, ta heqi barrën a vete, vllai Madh e qa thot e qa nominim përhershëm, në nominimin përhershëm, e zarfin e parë, rrezik zarfi dytë ka ca nominime brenda natës, kush duhet, kush dreqin qa të betër, si se s'ka vlerë, nuk pas ka pesh, si duhet, a i uruar zarf, mund të ketë në nominim 2 fish për shembull sonte, edhe me që bën nominim 2 fish, janë ngecin publikut, hajtë se nxori Rogerti publikun. Publiku ka dashur ta nxjerrë që javën e parë, po për ta hequr tani pesh na vetja e kalojnë televotim. Rrezik sonte me zarfin e dytë. Mbas Allah kanë një televotim të minjëhershëm, dali brenda natës. Që keni këtore Ledion, edhe dini që edhe lexoni atë protokollin, atë politikën e formatit, e keni shumë bukur, atë e keni thurur shumë bukur, dhe përsëri vazhdoni edhe shkel në mënyrë indirekte. S'lejohet dhuna, s'lejohet bullizimi, edhe ka dërguar në zarf të shkojnë në nominim përhershëm. Qa ka ngelur aty tash? Çfarë duhet bëjnë ata që dalin? O vlla, nëse ajo aty do të kishte ndodhur në Grande Fratello për shembull, jo në Big Shqipëria, Big Kosova. Nëse do të kishte ndodhur në Grande Fratello, që e ka ndjekur, Rogerti nuk kishe mundësi, sikur vetëm pse i tha dikush këtu në Grande Fratello, që i kishe thënë, i tha një vajzë aty, që je duke ngrënë shumë, po ha shumë, e nxori Alfonso atëherë jashtë. Pse? Se ajo e mori për bullizim, për pjesën se si hante, edhe sa hante. Edhe nxori, unë dje bullizuar e nxori. A i tha, ta dhe pyethe me historinë e familjes ti, ti thua jo ta qëmë në... Ore, por e di se ata bëjmë prapë, e se kam problem se funde e thonë hemë se nominim për hershëm të shkoj. Hemë se do rrezik nominim brenda natës, do shpëtoj. Hajde.